Ne do shohemi. Prandaj nuk e kuptoj. Do preferoj të mos kishe një këmbë apo një krah? Këto janë pyetjet, Eleana. Zonë pak në mëngjes edhe... Fitova edhe këtë debatin. Nuk e fitova. Humbet kuptimi. Kuptimi. Po, i fiton debatin. Okej, ja nuk dua! Përshëndetje dhe mirësvini. Si thot? Mirë se vini te kanali im. Nuk e dija si i filloj videot. E di. Thoj. Përshëndetje dhe mirësvini te kanali im. Unë jam Eleana, edhe sot kemi një vlog të ri. Po kjo nuk është vlog i ri, është një sitting video. Një video e ullur. E ri. I ri. Edhe, kjo është dora ime. Atëhere, sot kemi një video në të cilën ta them me pak fjalë është një would you rather. Do preferoje këtë apo do preferoje këtë? Kështu që unë këtu kam kompjuterin e Eleanës. Eleana ka shkruar disa pyetje. E kam përgatitur unë. E përgatitur Eleana, edhe unë do i bëj Eleanës pyetjet, edhe Eleana do përgjigjet në çfarë do preferonte. Jo, bashkë do përgjigjemi. Edhe do përgjigjem edhe unë. Po, unë desha të bëj një video kështu pak ndryshe kësaj radhe, sepse unë jam personi që çdo herë kur mblidhemi me grup, me shoqëri të andej, jam personi që më pëlqen tepër shumë të bëj këto pyetjet që, domethënë, do preferoje këtë apo do preferoje atë? Po të kishe 1 milion euro, do bëje këtë apo atë? Më pëlqen shumë këto pyetje dhe ndjem që janë edhe si një iniciativë të fillosh të bësh një muhabet pak më të thellë, domethënë, me njeriu, me personin që ke afër, edhe të mësosh diçka të re, domethënë si do reagonte ose çfarë do zgjidhte në disa lloj, e kupton? Po e kuptoj. Situata. Kështu që solla këtu Davidin, të dashurin, Unë jam ai. me të cilin u zum pak në mëngjes edhe edhe tani jam kështu pak po e mbaj veten të mos e raf. Po, do vazhdoj me videon, sepse... Pse u zum, Eleana? Pse u zum? Do t'i them të t'i nxjerr të gjitha palarat këtu te video. U zum sepse i kisha thënë do zgjemi në orën 10 që të fillojmë të bëjmë... Nuk më the në orën 10, më thë do zgjemi në orën 9. Në orën 9 të thash, pastaj ti më the në orën 10 do zgjemi, okej? Po. Ne thash okej. Po. Edhe unë kisha vënë zilen që të zgjohem, edhe i thash zgjohu, edhe më thash se jo, unë nuk do zgjohem tani. Thash ja, po kemë bëjmë video, ora kisha vajtur 10:40 kur e zgjova unë. Po edhe u zgjova në atë moment. U zgjove më the, më lër të flej gjumë. Jo, nuk thash atë. Atë më the. Thash atë. Atë më the. Më the, më lër të flej gjumë. E thash po kemë bëjmë video, më the, e mirë nuk e kam për detyrë të bëj video. Eleana, kisha fjetur në orën 4. Kisha fjetur në orën 4 e kam unë fajn, domethënë që nuk u zgjuan mëngjes, edhe mua më vipën nervat edhe ika, edhe pastaj u zum. Po tani erdhi që të bëjmë video, sepse të gjitha do shkojnë mirë. Do qetësem tani, do më hyp humori. Ja, po doni të dini pse zihemi ne, Devi është person që nuk zgjohet në mëngjes. Nuk do të zgjohet, edhe kur zgjohet, flet, thot gjëra, që pastaj më thot, unë nuk e thash kur këtë. I them ti ma the. E më thot jo, unë nuk e thash kur këtë. Nuk e mban mend që ma ka thënë. Thjesht zgjohet, është kështu, më lër tani. Edhe mua më hyn nervat e pastaj zihemi, se normale. Kur jemi thënë të bëjmë diçka. Okej. Tani që i tham edhe këto që janë... Të palarat tona, po? Palarat, po. Do filloj me pyetjen të parë. Po. Tani mua më duhen 3 minuta ta lexoj këtë, po. Se nuk e ke shkruar në greqisht. Po në shqip është video. Po, do i përkthej unë të më Po ta li aty dhe dora jote të përkthej, pastaj aty do bënim 3 orë. Ju pëlqen setupi. Kam vënë edhe drita kësaj radhe. Shpresoj të duken bukur te kamerat, se nuk shikoj, kam pak larg tani, po duket cute, I think. It's nice. I guess. Atëhere, pyetja e parë. A do preferoje të mos përdori një telefon, apo të mos përdori një, apo të mos
Përdorje me internet. Mos të përdorje telefonin apo mos të përdorje internetin. Po. Kështu që të kisha kompjuterin, domethënë, ose një tablet apo thjesht. Mos të kisha telefonin. Mund të kisha një tablet, po kur të dilje jashtë do dilje me tabletin, domethënë, nuk do mirë telefonin me vetë, nuk do kishe telefon. Dale televizorin jashtë. Po, dhe mirë televizorin. Ti edhe do shkoje xhiro. Çfarë do preferoje? Unë do preferoja mos të përdorja telefonin. Se një telefon. Pa internet, edhe telefoni nuk funksionon. Jo, mundesh të marrësh vetëm telefon. Veç ajo, po mori një tablet, për shembull. Ekzistojnë tablet që marrin edhe SIM, edhe përdoren edhe pak a shumë. Mendo pak të dalësh jashtë me tabletet, të jesh kështu me tabletin. O vlla, ç'a ke? Do marrë atë të voglin që ka 7 ashtu. Prapë marrësh. Jo, prap. Do jetë tablet, duhet ta mbash kështu me 2 duart që të flasësh në telefon. Po s'ka gjë. I vej kufje Leana dhe kam hands free. Po, jam dakord. E kam tabletin në çantë, e lidh me kufje. Edhe kam hands free. Si të duhet ideja të mos kishe fare të mos mirë azje me vete, ta kishe vetëm në shtëpi kur të kthesh internetin. Okej. Nuk e kam problem. Edhe unë atë do zgjidhja. Se në fund të ditës të ndonjëherë më mirë kur del jashtë, bën gjëra, të mos kesh as telefon as asgjë. Unë kam kamera për shembull për foto. Kështu që të mos kem telefon me vete, nuk ndodhi diçka. Të duhet telefoni, nuk e di kur ç'a ndodh, ç'a bëhet. Po, mirë, Të duhet diçka për të komunikuar. Kur të më duhet, do jem me një njeri tjetër që do ketë ai njeriu tjetër telefon. Nuk do mundem ta përdor, unë do mundet tjetër. Është veç për ne kjo. Po për ne. Për shembull, ti do kesh telefon, nuk do kem. Po. Atëherë ti do kesh telefonin, unë do kem tabletin me internet dhe do të hap internet telefon, nuk ka. Okej, zgjodha. A do preferoje të jetosh në një të jetosh në të kaluarën, në të kaluarën apo A do preferoje të jetosh në të kaluarën apo në të ardhmen? Kjo është shumë vështirë. Është vështirë kjo. Unë mendoj që do zgjidhja të ardhmen, sepse në përgjithësi si trajtonin gratë dikur, edhe si ishte domethënë jeta e një gruas në vitet e kaluara, që kemi dëgjuar edhe nga mamat, edhe nga nënat, edhe nga stërgjyshja për shembull, nuk ishte shumë kollaj për një grua, për një vajzë, për një femër në përgjithësi. E në të kaluarën sepse nuk ishim lirin ton, femrat të shkojnë në shkollë, të studiojnë, të bëjnë gjëra kështu, kurse tani kemi të gjitha, edhe kemi më shumë liri, kështu që unë nuk besoj që do mundesha ta përballoj këtë gjë, të jetoja atere dikur. Ose vetëm po të shkoja, po të mundemi të zgjedhim, domethënë ku do shkojmë. Për shembull në Egjipt, Kleopatra dhe femrat ishin shumë lart. Ti po të ishe në vitet e kaluara, kur filluan ato evolucionet ose të gjitha ato, ti mundesh të ishe e para që të fillonte. Po do më vrisnin pastaj. Po do fillojë diçka. Po do më vrisnin pastaj. Heroin. Nuk e di po do desha ta bëj këtë gjë. Të sakrifikoj jetën time, se barabart e di që tani është bërë kjo. Kështu që preferoj të jem tani që është gja bërë, jo ta bëja unë e para. Po prap, nuk e di, po të vitet të ardhë që do vinë. Të më thoshje një gjë tjetër dhe mendoja më shumë, do me thënë shkoj në të kaluarën me mendjen që kam tani, edhe me gjërat që di tani, edhe të krijoja diçka që ekziston tani, po atëherë nuk ekzistonte për shembull. Kjo do ishte ide e mirë se do bëhesha milionere. Po nuk Eleana edhe tani të them të krijos diçka që ekziston. Po do e studioja unë para se të shkoj. Po ku e di ti kur do shkoje? Atë them nuk e di, është varet kur do shkoj. Do ishte para vitit 2000. Po sigurt para vitit 2000. Jo, do të them nga zero, para zeros. Para zeros tani ti, unë nuk do shkoj me dinozaur. Pse jo? Nuk ishin dinozaur para zeros. Mirë, okej, ti çfarë do zgjidhje? Unë do zgjidhja të shkoja në të ardhmen. Edhe ti? Po. Pse? Se pak a shumë e dim çka ka ndodhur. Në vitet e kaluara. Po të shkoje në të ardhmen edhe nuk ekziston të botë, edhe thjesht vdisje. Po të ishte shkatruar bota. Në të ardhmen që do shkosh. Po e di, e mendova edhe këtë, ose mendova edhe tjetërni që po vajtëm në të ardhmen, ndoshta nuk ka më njeriu forcën që ka, edhe kanë robot. Edhe na vrisnin pastaj robotët.
Të paktën unë jam edhe burr, po të shkoja në kohë të vjetra do isha mirë. Vërtet, ti do ishe ju perfekt fare do ishe në kohët e vjetra. Mirë, mos e thëj, se edhe burrat shkonin në luftë, bënin gjëra të tjera që janë... Po, shkonin në luftë. Mund të në përgjithësi, më duket që edhe në të kaluarën edhe në të ardhmen do vdisni. Po, edhe tani ndoshta, me gjithë këto që ndodhin tani. Po. Nuk e din çfarë do ndodhi nesër. Po në të ardhmen, në të ardhmen. Do preferoje të kishe një lidhje pa debat apo pa stres financiar? Mirë lexova. Nuk e kuptova çfarë lexova. Do preferoje të kishe një lidhje pa debat apo pa debate, pa stres financiar. Po. Pa debate janë lidhje, ne, sqesi. Po, edhe? Pa debate është i cakomi. E di, po. Pa stres financiar është horizontos ekonomiko. Mund të mos kishe debate në lidhje, të ishin të gjitha perfekte, të mos ziheshit kur, e të kalonit bukur, po thjesht të kishit stresin e, domethënë, si do dal muaj, ose si do bëjmë lek të andi, kurse të nga ana tjetër mund të kesh të mos kesh stres financiar, po të kesh shumë debate në lidhje, të ziheni gjithkohën edhe të mos kaloni shumë bukur bashkë. Okej. Ço do preferoj? Ndajemi atëherë, Lara, nuk është kjo. Mirë, ço do preferoj pra? Financial freedom. Edhe unë, pa stres financiar, është numër 1. Unë besoj që po mos kisha stres financiar, nuk do zihesha në asnjëri. Shumë gjëra fillojnë, edhe shumë debate, edhe shumë zirje fillojnë nga stresi që çfarë do bëjmë tani, s'kemi lek, se do thosh ti për shembull, David do të shkoj për udhëtime 2 ditë. Siç e thua çdo javë për shembull. Po të kishim stresin ai shumë financiare, do ziheshim për këtë arsye. Kështu që më mirë mos të kesh stresin. A do preferoje një partner shumë social apo shumë introvert? Po janë të dyja shumë social apo shumë introvert. Kështu që duhet të zgjedhësh njërin ose tjetrën, nuk është mezi. Po, shumë introvert. Shumë introvert? Po. Po nuk jam shumë introvert. Po. Ti je mezi, nuk jash as shumë sociale. Po, nuk jam. Atëherë je mezi tani ti. Po. Je pak më shumë introvert se sa sociale. Po. Kështu që du preferoje një sociale. Sociale. Se edhe unë jam shumë introvert, kështu që mos ta çojmë tek ana tjetër shumë sociale, do jem duket më kollaj me introvert. Unë do preferoja, po e di, të dyja nuk më interesojnë shumë. Të dyja nuk më... Edhe të ishte social, do me thënë, do kishte shumë njerëz që do fliste, shoqëri këtë janë që për mua nuk është fare problem, nuk më intereson. Edhe introvert, nuk e kam problem se Devi për shembull është tepër shumë introvert, kështu që balansohet se unë jam të dyja, ndiem që unë e kam me faza. Kam di që ndiem shumë sociale dhe dua të flas, dua të komunikoj me njerëz, të shikoj të dal këtë janë. Kam edhe ditë të tjera që nuk dua të shikoj njeri me sy. Edhe kur duhet të dal në ato fazat që jam introverte edhe duhet të ri në shtëpi, është e kam vdekjet se ndjem që harxoj shumë energji, edhe kur i kthem në shtëpi jam te zero. Unë ndjem që duhet të karikoj pak bateritë e mia, që të mundem pastaj të dal prapë edhe të kënaqem kur të dalë, të bëj muhabet, domethënë të takoj njerëz të rinj. Kështu që unë nuk e di, do shkoj te introverti. Njerëzit më kanë kërkuar të bëjmë një jesdhej bashk, po të më thosh ti, po, gjithë ditën. Dhe bëjmë. Ta bëjmë. Atere, do preferoje të lexosh mendimet e njerëzve apo të bëhesh i padukshëm? Po, shumë e vështirë. Ti do të shmendesh po të dëgjoje mendimet e njerëzve? Fare. Unë të bëhesh e padukshme. Në një anë, nga një anë, do ishte shumë mirë të lexoje mendimet e njerëzve. Po të diçka shumë njerëz kanë shumë mendime strano. Për shembull, unë mund të ri këtu edhe të mendoj 1000 gjëra që janë budallike fare. Po. Ti po ti lexoje ato, nuk do të më flisje me për shembull. Se janë
budallike. Po, unë jam dakord, prandaj thash Ti të jemi jemi pa kanë ato mendimet budallike fare. Po. Tjetri nuk e di po ti e ke seriozisht apo jo. Po. Për shembull, ti ke mendime kur unë jam në makinë dhe jemi me shpejtësi, të më bësh timonin kështu. Të kalon nga mendja, nuk e di pse, të kalon nga mendja. Unë atë po e lexova në atë moment, do jem gjithmonë me një frikë, ti e ke kështu për kod. Thjesht kalon nga mendja. Po, unë mendoj që Do të çmendeshim po Po. ta kishim atë mundësinë. të jesh e padukshme është më mirë sepse edhe mundesh të lexosh, jo të lexosh, po të mësosh mendimet e njerëzve sepse kur janë atje duke folur bashkë të gjithë, shkon bësh padukshme ti, shkon atje i dëgjon. Elena kjo shumë creepy. Po, mëson diçka, do me thënë, shkon dëgjon Po. qa tha ai për mua, qa tha tjetri për mua dhe kupton pak a shumë Po. kush njerëz janë real, kush por unë nuk thash do shkoj te shtëpia e tjetrit do e shikoj, do me thënë çfarë bën te shtëpia e tij. Po. Nuk më intereson. Unë them kur bëjmë muhabete kështu që të mësoj gjëra. Unë përgjithësi jam edhe njeri që më pëlqejnë këto, thashë themet. Kështu që atje do mësoja. Me do diçka. Po ti shi padukshëm, do bëje të gjitha falas. Do të shkoj në një muzeum. Po, do futesh brenda, do shkoj në një banjo, do bëhesh i dukshëm dhe do dilje pastaj. Po, jam dakord, po. Ose do shkoj në një koncert. Do bëhesh i padukshëm, do futesh brenda pastaj. Po, në këto gjëra po, do me thënë kafe nuk mundesh të marrësh falas. Si dhe marrësh kafen? Për vende që janë për të futur diku. Ashtu Ose në një amusement park për shembull. Po. Okej. Do kalonim bukur. Edhe unë atë padukshëm do isha. Okej. Do preferoje të mos dëgjoje më muzikë apo të mos shikoje më filma? Mos të shkoja më filma. Devi në përgjithësi nuk shikon filma, nuk i interesojnë fare. Unë jam personi që shikoj një film edhe kaq shumë brenda te filmi që i përjetoj ndjenjat e tjetrit fiks sikur e jetoj unë atë moment. Qaj, gëzohem, kur martohem të tjerë të ndjem që martohem edhe unë, nuk mundem të shpjegoj këtë. E ndi në thellësia të filmin, edhe po qava, do qaj, do me thënë me shpirtin tim. E nuk mundem, po fillova në një film të le në mes edhe të flegjum. Kurse Devi, vem një film, shikon 10 minutat pare e unë jam ashtu që çmendem po që ndodhi tani, i them e pe që ndodhi, e shikoj edhe ka fitur gjumë. Nuk e di si e bën këtë gjë. Por, e vërtetë është që do zgjedhja edhe unë të mos shikoja filma, sepse pa muzikë jeta ime ndjem që nuk do kishte kuptim fare, ç'a do dëgjoj në makinë, ç'a do dëgjoj kur shkoj në palestër, ç'a do dëgjoj në një, do të thënë, kur zgjem në mëngjes edhe duhet të më hyp pak, do të thënë, energjia, oreksi të gjitha, që nuk ka kuptim ndjem jeta pa muzikë. Edhe nga ana tjetër mendoj që edhe pse nuk do mundem të shikoj filma, do kem seriale, kështu që okej. Nuk është kaq keq. Është e njëjta. Jo, nuk është. Thot filma, nuk është. Ti e ke thënë. Po, unë e kam thënë, unë i kam bërë pyetje. Po, e ke bërë si ta kesh ti më mirë. Jo, filma seriale është një. Jo, nuk është një. Është një. Nuk janë shumë ndryshe. Është një. Nuk është një. Eliana. Pa seriale. Jo, me seriale. Jo, e kapim filmat do jenë bashkë me seriale. Jo, unë nuk kështu. Pse jo? Pse më pëlqen kështu? Kështu është më mirë. Unë kam shkruar filma. Atëherë çfarë do preferoje? Po filmat kapin brenda edhe serialet. Pra muzikë nuk do preferoje? Po. Atëherë. Po prap, nuk dua ta bëj. Jo, po pak më të vështirë. Nuk dua. Nuk do ndodhi me të vërtetë, kemi tani çfarë. Jo, nuk dua. Do të shikoj seriale. Do preferoje të kishe memorie perfekte apo fat ekstrem? Fat ekstrem. Edhe unë. Memorie perfekte është të mos harrosh kur asgjë. Kam këtë. E kam unë nevojë këtë. Ti ke më të vërtetë nevojë. Unë harroj çdo gjë, unë nuk e mbaj mend fëmirin time, çka ka ndodhur në jetën time, mëson gjëra që kam bërë kur isha e vogël, nuk mbaj mend asgjë. Në përgjithësi jam person që harroj shumë, kam memorie shumë të shkurtër, po e vërtetë është që fati ekstrem nuk mundet tani normale që do zgjedhësh fatin. Se fati të ndihmon për çdo gjë, për lekët, për lotari. Jo vetëm lotari, hajde ti. Për grisje. Po. Klajdi, po e shikon këtë video, i blej një grisje me 5.000 lekë. Po, edhe fati të ndihmon me punën, për shembull, të gjesh, domethënë njerëz që mund të ndihmojnë në të ardhmen. Është shumë gjëra, kështu që do zgjedh fatin. Do preferoje të jetoje në një ishull
tropikal apo në mal me borë? Në mal me borë. E dia, prandaj e vura këtë pyetjen, se jemi shumë ndryshe te kjo pyetja. Devi është shmandur me malet, i ka marrë malet edhe hecëm, sa më lart aq më mirë. Po. Edhe sa më shumë borë aq më mirë. Unë kam vdekje dimrin, borën, të ftohtin, dua ta përjetoj në një, ku e di unë, në një vila që është ngrohtë edhe ta shikoj borën nga jashtë për 2 ditë maksimum. Nuk shkoj më tepër. Nuk dua, nuk më pëlqen. Të them diçka. Jo. Edhe edhe unë në mal, da që të jetoj atë. Të jetosh. Gjithë kohën. Po, të jetosh. Nuk Përgjithmonë. Nuk bëhet kjo Relana. Të jetosh përgjithmonë. Nuk bëhet. Ç'a nuk Se do bëhet? jetoj përgjithmonë në një mal me borë kur nuk ekzistojnë male me borë gjithmonë. Ekzistojnë. Ku do jem pikë të Everest? Si Po. do jetoj atje? Nuk do jetosh atje. Pas pi, pas gjë. E mirë, do jetosh atje afër, ha. Do jetosh në një mal, ha, nuk do ketë borë në behar. Po do jetosh atje, do kesh atje shtëpinë. Po do ikim me udhëtime për Po, shembull. po. Po, do preferoja malin. Unë jam. Edhe do ikja me udhëtime një muaj në behar për det. Edhe pastaj 6 muaj ski. Unë do preferoja ishullin tropikal. Ç'a dua tjetër nga jeta, po të jem në një ishull, të dal çdo ditë të shikoj, të kem detin atje para, të shkoj, të bëj banjë kur të dua unë, të kem, nuk e di, më duket super wow, edhe është edhe tropikal, që do me thënë, do ketë gjithë vitin kohë të mirë. Jo kohë të mirë, do ketë temperaturë të lartë, se kohë të mirë mund të mos ketë gjithë vitin, mund të ketë edhe, do me thënë, shira e këto gjëra. Po prap, ishull tropikal, si çdo njeri normal, vetëm David do zgjidhte malin me borë. Jo vetëm unë. Ekzistojnë shumë njerëz që bëjnë këtë gjë. Okej. Do preferoje të mos kishe më stres apo të mos lodheshe kur? Stres. Stres. Apo të mos lodheshe kur? Po nuk u lodhe kur, nuk do flesh do të gjumë. Jo, do flesh gjumë normalisht, po nuk lodhesh. Jo, më pëlqen edhe pak lodhja. Ka diçka kështu ku lodhesh, nuk e di. Ka Stres nuk dua të kem. Edhe unë atë do zgjidhja. Stres. Stresi- Stresi është gjëra më e keq, mund të ketë një Po. organizim. Është një organizim, Në nas organizmosh. një organizim social, Si quhet organizmosh? një organizëm, Një organizm. Një njeri ta themi kështu. një njeri, ha. Se Një përdor edhe organizim. unë- Përdor edhe unë fjalla që nuk e di. Po, e vërtet është që stresi është gjëja më e keqe dhe të krijon edhe shumë probleme në të ardhmen. Njerëzit mund të pësojnë shumë gjëra edhe shumë sëmundje nga stresi, kështu që është diçka që nuk do desha të kisha te jeta ime. A do preferoje të mos bëje më dush për një muaj apo të mos laje dhëmbët për një muaj? Holy shit. Shumë e keqe kjo. Po. Të Të dyja bashkë. mos bëj asnjë nga të dyja. Asnjë nga të dyja. Se me- Dgjoj, unë do Prodhon zgjedh stres kjo tani. unë do zgjedh dhëmbët sepse të paktën është vetëm kjo pjesa këtu. Po. Kurse po të mos lahesh është gjithë. Do të thënë nuk mundesh të t'i afrosh njeriu. Kurse me dhëmbët hajde përdor një mask edhe hajt mo. Mos t'i Thuaj lash që jam- dhëmbët. Po, thuaj që jam e sëmurë dhe vej një mask edhe Po vajta unë tek doktori për dhëmbët edhe mi pastron Jo, ai jo, dhëmbët. Jo. Jo, Atëherë, unë do preferoja mos të laja dhëmbët, edhe unë. edhe thjesht, kur do bëja dush, ose do pija ujë, ose do shplaja edhe gojën. E mirë, okej, po prap, nuk është larje dhëmbësh, pastaj prap do të mbante ergoja. Do e bëja me listerin. Jo, jo, nuk Pse? bëj. Se nuk bëj. Po kjo nuk është larje. Është larje, është e pjesa e larjes. Është larje dhëmbë. Nuk e kam. Jo, dhëmbët. Po. Pa listerin. Pa listerin. Qa mos të bëj banjo trupi me atëherë sa herë do mbaje. A do preferoje të bëje proposal? Proposal është Po e di, martesje. propozim. Propozim, re. Propozitacion. Do preferoje të bëje propozim në publik apo në privat? Kjo pyetje është për ty se për mua nuk është. Unë propozim s'do të bëj për veten time.
Po, ti do thosh ku do preferoje që ta bënin propozimin. Ti thuaj i pari. Unë do preferoja të ishte privat. Privat. Jo privat, jo veç në të dy. Në kush tjetër? Do kisha ndonjë njeri tjetër për fotot, për video, për kështu. Po? Po do preferoja të ishte në një vend privat. Po të ishin shumë njerëz atje, fillojnë bërdasin, bëjnë. Po në ngrana tjetër bukur është edhe kjo. Po nuk do ta prishi dikush, kuptove momentin. Kështu që po të ishim me shumë njerëz, nuk e di po do hidhesh te dikush ta prishte momentin. Me ndonjë gallat ose diçka kështu që ato cringe. Kështu që nuk e di, më duket do preferoja privat se do ishte më safe. Okej. Pak privat. Unë do preferoja të kishim mbajtur për shembull një udhëtim ne të dy. Edhe të ishim në një vend, do them mund tani shembull, nuk them që për shembull ta kapim që ishim në një udhëtim, domethënë në verë, edhe kishe marrë ti një skafet më thoshje, hajde të shkojmë xhiro me skafin, e kemi privat për ditën, edhe ta i skafit ishim brenda për shembull prindrit e mi, shoqëria, kushërinë, këtë andej, e të dilnin pastaj kur të më bëje propozimin të gjithë bashkë ta festonim te ai skafi për një ditë. Të merja me një skaf, edhe të iknim të çoja në një plazh. Edhe atje të kisha bërë një kështu me zemër të madhe, me lule dhe fishek zjarre, edhe të çoja atje tek plazhi. Po. Si juhet plazh. Po, bukur është. Po. Edhe atje do ishin të gjithë të na prisnin. Po. Ashtu do ta bëjmë. Pres propozim. Po do të marrë me bicikletë, jo me skaf. Tani çdo njeri me buxhetin që ka. A do preferoje të fitosh çdo debat apo çdo lojë? Çfarë lojë? Lojë. PlayStation. Po, PlayStation, ne kur luajmë, domethënë trapezia ose ku e di unë, lojë. Se nuk ka arsye të lozësh, po e din që do fitosh. Nuk ka arsye, as për të tjerët. Edhe okej, do kapësh një herë këtë, fitova. Për herën e dytë, fitova prapë. E pastaj lodhesh. Sikur ju fitoja unë në Mulan, ty me Angelën. Dola 15 herë. Po. Dole i pari. Rjesht. Dole i pari, pastaj u humb kuptimi. Kuptimi. E ka shkatruar këtë muhabet. Po unë flas deri çerekore, po fola më shumë, pastaj po e kaloi çerekore, fillon edhe thot gjëra që nuk ekzistojnë. Po humbet kuptimi. Keni dëgjuar ti? Do i presim këto, E keni dëgjuar ju këtë fjalën kuptimin? Është fjalë e re e shtetimit. Po, kështu që do preferoja të fitoja debatet që i fitoj që tani. Po, i fiton debatet ti, po. Do preferoja që të vazhdon me gjithë të do. Po, mirë. Do preferoje të dije datën e vdekjes apo arsyen e vdekjes? Holy shit. Moly, guacamole. Kjo është më vështirë kjo. Unë do preferoja të dija datën, sepse po të dija arsyen, ndihem që, për shembull, po të më thoshin që do vdesësh nga një makinë, nga një aksident me makinë, nuk do hyja më në makina kur, edhe nuk do desha ta jetoj kështu jetën tim, ose po të më thoshin do bie avioni që do udhëtosh. Pastaj unë do kisha frikë të marr avion, po nuk do jetoja jetën tim ashtu siç do desha unë. Po të diçka. Të delaj edhe ti zgjedh edhe datën. Po. Edhe data të del për pas nesër. Po. Nuk do doje të dije çfarë është arsyeja. Të barabar do vdes. Jo. Po. Se ajo të thotë pas nesër. Po. Po nuk e mësove. Jo, unë them. Thotë që do vdesësh pas nesër. E ti thua, holy shit, do vdes pas nesër. Se nuk e din nga çfarë të mbrohesh. Ndryshe. Po të dije ti që të thotë për shembull biciklet. Nuk do merri biciklet. Po unë të them mirje do vdesje barabart. Nuk mundesh ta bësh të mos ndodh. Barabart do ndodh, do bëj. Nuk ka. E di çfarë, për shembull, mua mund të më dalë që ti do vdesësh nga një makinë, okay? Po. Okay.
edhe të jem unë në një lokal të them që nuk do hyj më në makina. Edhe te lokali brenda të hyj në një makinë, edhe të kaloj xhamin edhe të më vras mua në atë moment, kupton? Nuk të thot si fix, që nga një makinë, që mund ajo makina të hyj brenda edhe të më Po, okej. E kupton çfarë do të them? E kuptoj. Nuk mundesh ta bësh të mos ndodh. Po. Barabart, nuk mundesh ta bësh. Do desha të di datën. Ndryshe nuk ka arsye. Sepse për shembull po të dija që do vdes pas nesër, të paktën nesër do rija me gjithë familjen time dhe i thoshja sa shumë i duan. Këtë janë ditë të kaloja momentet e mia të fundit me familjen, e kupton? Atëherë datën, Data, po se nuk ka arsye kjo pyetje. Jo ka. Nuk ka, se thjesht është would you rather kun fiton diçka nga të dyja. Te kjo pyetje fiton diçka vetëm nga data. Nga ana tjetër nuk fiton diçka. Se do kishte arsye të më thoshe që mundeshe po dije pse, për shembull mund të dije pse dhe të dilte që do vdesësh nga pleqëria, për shembull. Edhe është gjë e mirë, se din që do jetosh gjithë jetën tënde. Për shembull. Po nuk e ndron. Atëherë Relana po i the edhe prap datën edhe ajo të thot 95 vjeç, prap e kupton. Po. Fitova edhe këtë debatin. Nuk e fitova. Edhe tani vazhdojmë me pyetjen tjetër. Do preferoj të kishe 1 milion followers, po, apo 1 milion euro? 1 milion euro. 1 milion followers. E di sa lek do bëj unë me 1 milion followers? 1 milion euro do ishin asgjë për një person që ka 1 milion followers. Okay. Është një postim. Okay. Mirë jo një, po e kupton. Nuk e kam këtë me, edhe ti kish ato followers, nuk do dhja që ti bëja. Nise Lana, edhe 950.000 të duen akoma. Salash? Do preferoj të ishe gjeni por i varfër, apo budalla po i pasur? I zgjuar edhe i varfër, apo budalla edhe i pasur? Po të jesh i zgjuar, do i jesh. Ana, si të bësh i pasur? Do ta jesh. Po të jesh budalla edhe i pasur? Është akoma më mirë. Është akoma më mirë. Qas nuk kupton ç'a ndodhet. Po, nuk ke strese, nuk ke ankse. Po, jetë gjeta jote. Jetë ti bota jote, nuk mendon për ekzistencën tënde, nuk bën pyetje te vetja jote pse ekzistojmë, ç'a bëjmë, ç'a kuptim ka jeta. Nuk e vret mendjen me asgjë, je budalla tani. Je budalla vërtet, edhe jeton te bota jote, sot të gjitha janë mirë, shkojnë mirë edhe ke edhe lek. Do të thënë ç'a tjetër do. Është shumë gjë e mirë, po nuk e di, domethënë. Prapë mendoj se nuk do më pëlqente të isha të mos mendoja gjëra, ndjem që nuk do kishte shumë kuptim. Po. Budalla edhe i pasur. Unë mendoj që do desha të isha e mençur edhe e varfër. Mendoj, tani nuk e di. Jemi tani të mençur edhe të varfër. Jo, të ishe gjeni është genius. Të ishe... Genius. Po, genius. Genius edhe unë do preferoj. Genius. Ata do preferoj edhe unë. Më duket kjo do me thënë gjeni, se mi ka shkrojtur ChatGPT-a vetit. As vetë nuk e ke bërë do me thënë. E kam bërë seleksionimin. Okej, do preferoj edhe unë atë të isha genius. Genius. Genius edhe i varfër. Po edhe. Edhe do jeja më mënyrën të bëja. Do jeja. Mënyrën. Do jeja. Një pyetje që më erdhi tani. Po. Do preferoje të flisje gjithë gjuhët e botës, apo të flisje gjuhën e gjithë kafshëve? Të mundesh të komunikosh me kafshët. Me kafshët. Pse? Pse? Se me të gjithë botën pak a shumë mundesh të komunikohesh. Se ekziston një gjuhë internacionale që është anglishtja. Pak a shumë gjithë bota flet anglisht. Jo, do preferoja të flisje me kafshët. Po edhe unë se do mundesh të marrësh një qenkë të thotë, domethënë tani ndjem kështu, tani ndjem ashtu. Ja, nuk do të thotë ndjem kështu, ndjem. Çfarë do të thotë? Biscotto. Më jep biscotto, më jep të haj. Më jep biscotto. Hateloz. Më jep të ha. Hateloz. Okej, e kuptova. Basta. Kështu do të flasë. Po. Këto ishin pyetjet. Kaq. Për sot. Dua një më të vështirë tani. Çfarë do? Do preferoje të mos kishe një këmbë apo një krah? Këto janë pyetje Leana. Tani fleta ma.
Do preferoja mos të kisha... E vështirë. Këto janë pyetje tani tamam. Mundem të zgjedh këra nuk dua. Jo, shumë e vështirë. Më duket do një këmbë do zgjidhja. Për të them diçka, se për këmbët kam bërë ato këmbët falso si hyen. Po. Që funksionojnë mirë. Se këmba është ka vetëm 3 si quhet. Movements, kurse dora ka shumë kështu për të bërë ka shumë lëvizje dora, edhe nuk kanë gjetur akoma një extender, si ta them, për dorën që të funksionoj tamam. Kurse për këmbët kanë bërë. Do preferoj mos të kishe lek, po të kishe dashurin, apo mos... Lekët. Apo të kishe shumë lek edhe mos të kishe mundësim të gjeje kur dashurin. Lekët. Ta kemi bërë edhe një herë tjetër këtë pyetjen edhe nuk ishte zgjedhur lekët. Po, se e them me shaka. E them me shaka. Po, kur s'kupton humorin tim, nuk është gjë e bukur. Nuk ke humor, prandaj nuk e kuptoj. Po, lekët do zgjidhja. Nuk dua ti je me dashuruar mas njëri. Ke qarë kokë. Arritëm te fundi e kësaj videos. Shpresoj të jeni kënaqur me budallëqet tona. Të më shkruani edhe ju poshtë mendimet tuaja për pyetjet që bëra, të më thoni edhe ju ç'a preferoni. Këtë ka marrë mami për masazh dhe nuk e përdorim kur. Doni të bëjmë një video me gjërat që kemi të gjithë në shtëpitë tona edhe nuk kanë fare kuptim se nuk i përdorim kur. Elana do fitoj 500-0 te kjo video. E kam shkatruar temën. Po, unë që thoshe Dani? Po, më thoni, më shkruani poshtë të komentet si ju duk kjo video, ja? Më thoni ju që preferoni të përgjigjen edhe ju të pyetjet, të kemi pak kështu debat poshtë, të ketë pak interes, të dëgjoja mendimet të tjera, edhe një like, një subscribe, një comment, të gjitha këto të na supportoni, një hype, se e haroj ta them këtë hype-in, ka dalë tani e reja, është bën hype atje dhe të del videoja numër 50 për shembull në hype. Kur dole kjo, se nuk e kam një. Nuk e di, asun, para disa muajsh. Faleminderit shumë që na pat deri tani në fund. Edhe si është mbyllja ime ta thuash ti? Edhe ne do shohemi, do shikojemi. Qa është do shohemi një? Nuk e di. Qa është do shohemi? Qa është kjo fjala? Nga ku i ke nxjerr këtë fjalën, ha? Nuk e do shifemi, ha? Edhe ne do shifemi prap tek video e radhës. Fiu.